Mirëmëngjes dhe fundjavë të bukur ju uroj. Kalimera, καλό Σαββατοκύριακο. Si iku java, kur ishte ena edhe kur erdhi e shtuna. Të shtunë dhe të dielën i kam gjithmonë ditë pune, 12 torshe, 8/8. Ka vite që nuk i njoh si pushimet e zakonshme të njerëzve, të shumicës, se ka dhe të tjerë mbase të llojit punësime, spitale, ushtri e gjetke që punojnë të shtunave dhe të dielave. Mos flas edhe për tregun. Vetëm këtu në Selanik, në Greqi, të dielave dyqanet janë mbyllur. Të shtunave hapur edhe bile është edhe tregu fshatar i përjavshëm të shtunave. Çdo ditë të javës ekziston tregu fshatar në vende të ndryshme, zona të ndryshme të Selanikut. Po ky të shtunës është goxha i madh. Kështu i mbaj mend këto tregjet fshatare që kur kam ardhur në Greqi më bënin përshtypje nga larmishmëria e madhrave, rregullsia, shërbimi, e njëjta pamje, e njëjta traditë, madhra të ndryshme, ushqimore, nga më të ndryshmet, edhe gjingla mingla, ki kalerina sistemi, veshje, pazar, i shumanshëm, i shumëllojshëm, bukur, me çmime nga më të ndryshmet, edhe çmimet. Janë periudha ku porsa del një frut i ri, si për shembull qershitë që shkojnë pak lart çmimet, po bien me njëra. Domethënë në këtë pazar mund të gjesh gjithçka. Tash i them bio, ne ashtu e quajmë bio, se sa bio është, e din vetë ata që i prodhojnë. Flas për fruta, zarzavate, perime e tjera. Edhe i peshkut. Megjithatë gjen cilësira nga më të ndryshmet, me çmime të lira, të mesme e më të shtrenjta. Gjë e bukur. Ndimësht. Me karrocën aty. Edhe si shëtitje, edhe psonisje. Kjo punë, të them të drejtën, mbase duket e jashtëligjshme, po më jep rastin e mirë të merrem edhe me gjërat personale, duke kryer njëkohësisht edhe përgjegjësinë që kam ndaj punës, vëzhgimin, ruajtjen e objekteve e tjera. Ama bëj, si thonë, një punë dy kohë, me krimtarin time. Më ka dhënë shumë dorë. Jam i qetë. Sinqerisht edhe jam i qetë se në shtëpi, në drejtim të krimtarisë e të frymëzimit. Në këtë front pune që jam tani, se ndryshojnë frontet. Pas 1, 2, 3 vitesh në të njëjtin front pune, ndodhin ndryshime. Me arsye pa arsye, më tepër arsye mes të mëdhenjve, ndërmarrjes tonë, mosmarrëveshje që mund të ketë me ndërmarrjet e tjera, për pagesën e tjera. O prishen marrëdhëniet, o shkurtohet personeli, dhe arsye të tjera. Megjithatë, ka ndodhur që ndonë se jam rrezitur shumë deri në lotim, kur kam marrë vesh që ndërpritet puna në një ndërmarrje, ku kam qenë shumë më mirë në mjedisin e saj. Pas pak ditësh jam njoftuar për në një vend tjetër pune, që më mos jetë aq komod sa ai, ama përsëri njeriu e ndërton komoditetin në rast se e merr me energji pozitive
çdo vend pune mjafton që nuk mbetet pa punë. Ka shumë të tjerë të cilët në këto faza të tilla, në këto çaste kritike të tilla, nuk pranojnë. Të mësuar me reati në thonjza në një punë stabil, kur ndodhin këto ndryshime, ose punojnë më pak ditë, ose dalin, si thon këtu, kamion energjias, në asistencë, për një vit. Duke shpresuar që mund të rikthehen prapë, dhe ka ndodhur, janë hapur vende pune të pranueshme për ta. Unë nuk kam për naze, që të bëj naze për punën, që është mjet jetese. Njëkohësisht e shikoj edhe si një kalim kohe aktive. Dhe e them sinqerisht, jo për të justifikuar punën. Në pension kam dalë. E kuptohet, pensioni në rast se punon edhe je në shtëpi me qira, është gjë e mirë. Në rast se s'punon, vetëm me pension nuk i dilet. Në rast për pensionin tim, se ka pensionistin marrin 1.000 euro, kanë mbi 30 vite punë, e tjera rregulla. Kështu që unë shqyqër me vitet e punës nëse ishin më tepër se ato të siguruarat me ensima që thuhet, arrita të vlerësoj për 17 vite 5.100 ensima, që është 300 çdo vit, se si punë kam punuar mbi 20 vjet. E këto ndodhin jo vetëm me ne, që themi emigrantë, na fryzojnë, na bëjnë. Kjo nuk diskutohet. Gjithë emigrantët në çdo vend të botës shfrytëzojnë, ku më shumë e ku më pak, po shfrytëzojnë me më pak siguracione, me më tepër orë pune e tjera. Ama pastaj hyn edhe ca rregulla dhe ligje, edhe varet edhe nga njeriu si e tregon veten në vendin e punës. Edhe arrita fitova ditë të plota pune me ensima. Kjo është gjë e mirë. Se vetë pensioni nuk del, të themi të drejtën, me 500 euro nuk del. Bile dhe shpinë tënde të kesh çfarë jetë do bësh. Edhe qenkën që kemi në shtëpi argjojmë për ushqime, për vaksina e gjëra lodra të ndryshme. Po njeriu që ka kërkesa, çfarë nuk e qep dash. Megjithatë, kur ke shëndetin, ndaj urojmë shëndet të kemi, është gjë e mirë. Se hymë edhe roka e plotë, si më parë, se lejohet të punosh. Pra unë e deklarova kur i bëra kartat e pensionit, që mi bëri logjistrit. Deklarova me IKA, FK, që është do punoj, rregullisht, se ka dhe që nuk deklarojnë, punojnë si thonë të zezë, që mos paguajnë në 10% në shtet, normalje. Asgjë, një 10% që është që mbahet, kur punon e jetë në pension, një 10% që mbahet nga roka, që nuk mund jetë. Pra punoj rregullisht. Mbi 1.000 euro është roka, 500 euro. Mund të thonë evropianë të tjerë, shqiptarë të tjerë emigrantë në Itali, Gjermani e tjera që është pak. Pak mund tjetë në krahasim me ta, por pak është edhe për ata në krahasim me sa japin edhe ata në ato vende. E mira, relative është, edhe fitimi dhe kënaqësia relative. Shpesh këtë thot njeriu, unë në krahasim me, ai në krahasim me. Ka filluar një derbi, një betejë, më thonjza, virtuale, me shqipove, në Itali, Greqi, Gjermani e tjera, ku e çuditshme, sikur ti në vendalin, mburen dhe ofendojnë njëri tjetrin. Emigrantët, ta dini të gjithë, ai që është integruar mirë,
që ditë integrohet, ka krijuar atë avarësinë e tij, personalitetin e tij të plot. As mburet, as ankohet. E as merret me këto budallëj që maniera dhe mentalitete të prapambetura shqiptare. Sidomos ofendimet ndaj shqiptarëve të Greqisë, nene, janë nga më ekstremet. Duke harruar që të parët, përveç Italisë që u shkel, që ishin erdhën këtu në Greqi, ishin qindra mira shqiptarë, që në çastin e rënies së diktaturës. Punësuan, jetuan, e sot jetojnë me dinjitet. Shumica. Po ju përshëndes, po ju le se arrita në punë. Gjithë të mirat ju uroj.